Speranca TV Paraqet. Mirëmbrëma. Jam 47 vjeç dhe pjesën më të madhe të jetës sime e kam kaluar duke punuar në ndërtim. Kam pasur gjithmonë një shok pune, pothuajse të së njëjtës moshë me mua. Nuk ishim thjesht koleg, por njerëz që ndanim buken, lodhjen dhe hallet. Në Shqipëri, puna në ndërtim mezi na nxirrte bukën e gojës. Prandaj, një ditë vendosëm të iknim bashk në një shtet fqenj. Ikëm me shpresën se mundimi do të shpërblehej më mirë. Atje puna ishte më e paguar, por edhe shumë më e rëndë. Ditët e gjata me diell dhe pluhur dhe lodhja që të hynte në palës. Pas disa muajsh, në tetor, vendosëm ta ndërronim pak ritmin. Gjetëm një punë sezonale tek një burr që kishte një fushë të madhe me mandarina. Puna ishte më e lehtë, ajri më i pastër dhe pagesa për çudi shumë e mirë. Kur u sistemuam aty, shoku im filloi të fliste shumë shpesh në telefon me familjen e tij. Një ditë e ndëgjova teksa i thoshte motrës: "Hajde edhe ti, ka punë për një muaj dhe ja vlen." Ajo ishte e martuar, por pasi foli me burrin e saj, mori lejen dhe vendosi të vinte. Kur erdhi, gjithçka ndryshoi për mua. Nuk po flas për diçka të menjëhershme, por për atë ndjesinë që të zë pa paralajmërim. Ishte një grua e bukur, e rregullt e me një mënyrë të qetë të foluri. Unë e dija mirë se ishte motra e shokut tim dhe e martuar. Prandaj i vura vetes një vit të qartë, asnjë hap përtej respektit. Nuk doja të humbisja shokun për asgjë, por ndodhi diçka që nuk e kisha parashikuar. Ajo filloi të më ngacmonte me biseda, me shaka të lehta e me pyetje që nuk ishin të zakonshme. Fillimisht mendova se ishte thjesht miqësi, por sa më shumë flisnim, aq më shumë e kuptoja se edhe ajo kërkonte shoqëri. Ndoshta një njeri me të cilin mund të fliste lirshëm. Fusha e mandarinave ishte shumë e madhe. Gjatë ditës, secili shpërndahej në përreshta dhe shoku im nuk kishte si të na shihte gjithë kohën. Ne filluam të bisedonim më shpesh gjatë punës. Ndonjëherë harronim të vjelim dhe qëndronim duke folur. Kishte një listë të madh në fund të fushës, me hijet e dendur. Pa e thënë me zë, e pa e thënë me fjalë, ai listë u bë vendi ynë për pushim. Çdo ditë, pothuajse në të njëjtën orë, përfundonim aty. Flisnim për jetën, për zgjedhjet tona, për atë se çfarë do të ndodhte po të ishim njohur më herët. Asnjëri nuk donte që kjo të merrej vesh. Ishte një marrëveshje e heshtur. Një ditë, teksa ishim ulur në hijen e lisit, dëgjuam zëra. Ishte vëllau i saj. Për pak na u ndal fryma, kur na pa ulur bashk, u habit. Para se të flisja unë, motra ju drejtua dhe i tha se unë isha therrur në këmbë nga një gjemb, dhe ajo po më ndihmonte. Ai e pa këmbën time, pa duart e saj,
dhe nuk tha gjë, vetëm tundi kokën dhe iku. Aty e kuptova sa e brisht ishte ajo që po ndodhte. Ditët kalonin dhe puna po mbaronte. Një pasdite, përsëri në hijen e lisit, biseda u bë më e qetë se zakonisht. Nuk kishte shaka, vetëm heshtjet e buta. Ajo më pa dhe më tha: "Edhe kjo do të mbaroj shpejt." Unë ngritem për t'u kthyer në punë. Para se ta largoheshim, ajo u ofrua dhe më dha një puthje në faqe, të thjesht, pa zhurmë e pa premtime. Ishte më shumë si një falënderim për ato biseda që na kishin bërë ditët më të lehta. U larguam secili në rreshtin e vet. Mandarina vazhdonte të binte në arka. Dielli po perëndonte dhe unë e dija se ajo puthje do të mbetej vetëm aty në hijen e atij lisi të madh. Ai lis sikur po na therriste përsëri. Nuk dija çfarë të bëja. Më ran ndërmend që me vete kisha një instrument muzikor tradicional, që të gjithë ju e njihni dhe e dini për çfarë kam fjalen. Unë kisha çiftelin me vehte. Dhe, kur shkuam përsëri, të pushonim në hijen e atij lisi, ditën tjetër, e dija që puna po përfundonte me mandarinat. I thash motrës së shokut tim, që atëherë e kisha edhe unë kolege. I thash, nëse je dakord, dua t'i bie çiftelis. Jam dakord, tha, por vetëm bjeri lehtë që të mos ndëgjoj askush. U habita që më tha dakord. Dhe pa humbur kohë, fillova. I bija lehtë siç më tha ajo. Por, nga gjysma e këngës, harrova se çfarë më kishte thënë, dhe fillova t'i bie siç dija unë. Të nderuar shikues, nëse doni që ta vazhdoj historinë deri në fund, bëjni videon like. A nëse nuk doni, atëherë abonohuni ose bëjni subscribe. Ju falenderoj që na ndoqët, bashkë miru pafshim.